u pan gabime të mëdha për mua nga trajneri, që po ta fillosh që nga seleksionimi që ka lënë 2-3 lojtarë shumë të mirë fantazistë, që anglezët kurrë nuk kanë fantazistë, e kanë të rrallë, janë lojtarë gjithmonë force, atletik, fizik, taktik, të lësh Palmerin në stol në Angli dhe mos ta marrësh për një kompeticion që ka shumë cilësi, unë nuk e kuptoj. Ai është mendimi tim, megjithatë ne do të diskutojmë, do analizojmë. Edhe në ndeshjen që filloi, që ishte ndeshje që pritej me tension, edhe për ato që folëm këtu, edhe për problemet politike që kanë, ai kishte zgjedhur një formacion tjetër, duke futur Rodgersin krah djathtë, duke mos futur Orilin këtu me mbrojtëse të tjerë, edhe në ndeshje u pa, Argentina ishte gjithmonë në pjesën e parë ishte agresive, jo shumë superiore, pa agresive. Për to parë nuk blinte asnjë për të organizuar Anglia, megjithatë forca e Anglisë mbajti në lojë. Me shënimin e golit të parë, pse që shënoi, dhe rastisht e shënoi se nuk ishte